është duke e penalizuar për shkak se unë bëj dhe një krahasim të lojës tij para dhe pas rikthimit dhe kam përshtypjen se kjo po jep dozat e gjumit letargjik, duket sikur është në një pozicion komod, por është krejt e kundërta në fakt, sepse nuk po mundohet të ketë asnjë dinamik tjetër brenda lojës. Dhe është duke i marrë kohë kjo gjëja, ky trekëndësh, dhe kam përshtypjen se do ta fusë në një udhkryq dhe ndoshta mund t'i marrë edhe Bigun. Jozit thua. Jozit, po. Inshallah thot kjo. Ndërsa Loredanës dua t'i them që nëse mendon që Jozi është kaq i pa shpirt, pse nuk ja le Olës që ti marrë shpirtin. Unë e kam mbyllur. E ke mbyllur dhe gjë kohë si jetë ku. E kam mbyllur po e dua edhe kam këto reagime. Kam këto reagime. Nuk ka një pyetje kam. No, vazhdoj. Loredana, Lori, si i përgjigjesh banorëve dhe janë disa prej tyre aty brenda që mendojnë që Ejotja Karshi-Jozit nuk është dashuri, po është një skemë e pastër për të qënë gjatë brenda shtëpisë. Kur i vajta kundra babit tim, tyreve nuk ja pas një llogarie. Qartë. Dhe bëjë një pyetje të lutem, se jam kryetare. Ola, Arbri ka një pyetje për ty, Ola. Se ke thënë disa herë, do më thënë që unë nuk dua ta bëj xhelozë, se po du unë ç'a bëj unë. Jam shumë kurioz me ditë ç'a boti. Ç'a bën tjetër thuaj, të lutem Arbri. Ama ma thuaj dy gjëra ç'a mund bësh. Ta tregoj. E vetëm gjë që bën është kjo. E vetëm bën që mund të kem afinitet akoma më të madh me ta. Mund të kesh. Po unë gjithkohës jam e distancuar. Keni 3 ditë që një njojtur, Ola. Po në qoftë doja të ta bëja për inat. Ke 3 ditë, o zëmra, 3 ditë. Doja ta bëja për inat, nuk kisha afinitete të tjera dhe skena të tjera kundrejt teje, por nuk e dua atë gjë. Dhe gjithkohës jam duke shmangur, edhe nëse s'mundem. Se nuk mundem ta shmang, por po e bëj për ty. Qa do bë, më tepër, se të thonë të gjithë, stop të bësh të skena, ti vazhdojnë kërcen me këtë, ja? Edhe për të kuskarë Ti hesh, si farë që mundi, ti hesh. Mua dhe Gjesit në rëthën që po luar Unë dua të rime po plasi për Olën. Jo, po plasi për Olën. Leja të pse merresh me ata. Po plasi për Olën. Po plasi për Olën. Po plasi për Olën. Të dëgjojmë pak Neda. Ka ikur, ka kaluar. Neda, po plasi për Olën. Në moment se po marrim pak opinionin e Nedës. Doja të pyesja Olën, Ola, nëse nuk do ishte kjo situata me Loredanën, ti po thua që do kishte bërë hapa më tej me Jozin? Edhe mundet. Dhe martonte, të propozon dhe Ola. Edhe mundet nuk është përgjigje, po ose jo? Po. Po mirë, nuk mendon pak ti, Ola, që duke mbajtur këtë qasje, del pak inkoherente edhe me shtëpinë edhe me publikun, sepse kur ti ke një pëlqim, vajzë lirshme je, sepse ti ke treguar që je vajzë lirë, që i shpreh ca gjëra dhe i bën disa gjëra, që nuk e vret shumë mendjen për opinionin. Të vish të thuash që mua më pëlqen, do bëja akoma më tej hapa, por nuk e bëj dot se është Loredana, del pak inkoherente dhe kthehemi te prajmi i para disa netve, kur tu tha në këtë studio që ti këtë gjën po e bën për nominim, nuk po e bën për pëlqim. Pra, ideja ti thua që duhet të jetë Ola në nominim që të hedhë të hapa më shumë. Unë se besoj shumë këtë gjë që nuk e bëj për shkak se e bëj për Loredanën. Unë mendoj që Ola po e mban për nominimin e radhës hapin tjetër. Se di çfarë Ledion më bën të dyshoj pak. E kam parë këtë javë një sjellje çuditshme të Olës, që kur i thuhen ca fjalë caktuara kundër Jozit, ca kritika, ca fjalë të lezetshme, Ola qesh. Pra nuk e mbron në asnjë moment, po nuk e mbron në asnjë moment, pra duket e pashqetësuar nga gjërat që thon për Jozin. Ola, si i përgjigjesh kësaj? Ola, si i përgjigjesh kësaj? Ky që nuk i pëlqen asgjë. Një moment, Loredana, një moment. Ola, se dua një përgjigje nga Ola. Pyet Mikin shoqë. Loredana. Falni se tërbohem kur dëgjoj. Po pse tërbohesh mi motor? E di po. Po qetëso zemra, qetëso. Ola, si i përgjigjesh kësaj se është e rënd nëse qëndron? Jo, unë thjesht tërhiqem në disa muhabete, por unë mund të shesh më shumë gjëra këtu në shtëpi. Edhe Jozi është një prej cilëve që të bën ty për të qesh. Po,
Edhe unë prandaj kam thënë gjë në fillim që çdo gjë e Jozit mua më bën përqesh. Ola, Gjë nuk e Ola, apo më kupton çfarë po them? Të vihet edhe të kritikohet edhe të thuhen ca fjalë caktuara negative kundrejt Jozit dhe ti qesh. Për këtë po të them. Po se i ka thënë dhe Ai ka thënë që është budalla. I ka thënë dhe që është budalla, ma ka thënë mua, kur na ka kategorizuar. Qesh sepse nuk dua të reagoj. Sepse kur shikoj reagimet që bën Jozi kundrejt meja, atëherë mund t'hidhem dhe unë për Jozin. Pra, praktikisht ne do na duhet të presim, kur Ola të jetë në nominim, që të shohim se si do vazhdoj të sillet ajo me Jozin aty brenda. Edhe sidomos përgjigjet edhe mundet, nuk dua të reagoj, më pëlqen të reagoj, nuk janë përgjigje. Janë disi ambigue dhe po. Po sigurisht. Duhet të presim ëndrrën e radhës. Ëndrrën e radhës. Ëndrrën e radhës. Sa jo, po nuk e pa në ëndër, nuk hedh hapa. Kur. Lori, ty të ka dalë ndonjëherë Jozi në ëndër? Po, por s'do ta them dhe. Nuk e ka rëfyer. A ka qenë ëndër e ngarkuar apo e qetë kështu? Ka qenë